NATO tha të mërkurën se kishte filluar një mision për të forcuar praninë e saj në Arktik si pjesë e një marrëveshjeje për të zbutur tensionet brenda aleancës, të nxitura nga dëshira e presidentit amerikan Donald Trump që SBA të marrë në kontroll Grënlandën. Misioni i ri Arctic Sentry do të koordinojë praninë ushtarake në rritje të aleatëve të NATO-s në rajon, duke përfshirë stërvitje të mëdha ushtarake, tha aleanca në një deklaratë. Arctic Sentry nënvizon angazhimin e aleancës për të mbrojtur anëtarët e saj dhe për të ruajtur stabilitetin në një nga zonat më të rëndësishme strategjike dhe sfiduese në botë, tha generali i forcave ajrore amerikane Alexis Grynkich, komandanti suprem i forcave aleate të NATO-s për Evropën. Do të shfrytëzojmë forcën e NATO-s për të mbrojtur territorin tonë dhe për të siguruar që Arktiku të mbetet i sigurt, shtoi ai. NATO filloi planifikimin e misionit pasi Trump dhe sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte zhvilluan bisedime në Davos muajin e kaluar, në kulmin e krizës së Grenlandës, të nxitura nga këmbgulja e presidentit amerikan për të marrë në sotërim territorin, i cili është pjesë e aleatit tjetër të NATO-s, Danimarkës. Rutte dhe Trump ranë dakord që NATO do të luante një rol më të madh në mbrojtjen e Arktikut, ndërsa Danimarka, SBA dhe Grenlanda do të zhvillonin diskutime të mëtejshme.